A do ketë zgjedhje të parakohshme për Bashkinë e Tiranës? Tani, jemi përballë një situate, së pari kemi një shkelje të afateve kushtetuese për 3 bashkitë. Për 3 muaj. Po. 3 mujorshi. E kemi shkelur me ato. Mos gaboj në datën 10 ose 11 maj, mbushej 3 muaj. 3 mujori është mbushur, ato e kanë të ndërhequr në ditën e një ditë para se të shpalleshin listat e kandidatëve për deputet. Për Tirana është një situatë tjetër, sepse 3 mujorshin e asaj që thua ti çfarë parashikon ligji i qeverisjes vendore është që nëse 3 muaj ti fizikisht nuk paraqitesh, automatikisht Këshilli Bashkiak do duhet të mblidhet dhe të bëjë një vendimarrje. Por duket se jemi pak në një situatë pak të vështirë. E para, sepse ne kemi një precedent që është Sali Berisha, i cili nuk ju hoq mandati deputetit për shkak sepse mungesa e tij në jetën parlamentare ishte me arsye. Pra, ai nuk mungoi në parlament se nuk donte, mungoi sepse ishte i pamundur të shkonte. Është njëjti kaz sepse ai ishte deputet dhe ky është kryetar. Në rast se Erion Veliaj të shpërtuaj se e njëjti gjë. Patjetër sepse ligji interpretohet njësoj. Ç'është deputeti? Po nuk ka lidhje fare, ligji interpretohet për interpretohet i njëjtë. Nuk ka rëndësi në ti je deputet apo nuk je deputet. Pra ti nuk je paraqitur në punë për arsye sepse ti tashmë je arrestuar dhe ndodhesh në burg. Por që Këshilli Bashkiak do duheshte të mblidhej dhe të bënte një vendimarrje të vetën, sigurisht do bënte një vendimarrje. Sigurisht që vendimarrja nuk do t'i takojë Këshillit Bashkiak, sepse ajo vendimarrje do të jetë e kryesocialistit Edi Rama, patjetër do të jetë vendimarrja e tij. E them kryesocialistit sepse në këtë rast kemi të bëjmë me një vendim të një kryetari të PS-s sesa të një kryeministri. Do të jetë vendimarrja e tij dhe me siguri si është pritshmëria jote, si e ke ti të dhënat dhe informacionet? Por unë besoj që Erion Veliaj e ka mbyllur karrierën e tij politike. E ka mbyllur? Besoj që e ka mbyllur karrierën. Nëse gjykata e liron atë se ka mbyllur. Problemi është një proces shumë i gjatë. Derisa të shkojmë në procesin gjyqësor. Neve ende nuk kemi hyrë në procesin gjyqësor me Erion Veliajin. Kështu derisa të shkojmë në procesin gjyqësor, sa procesi gjyqësor zhvillohet dhe të ketë edhe një vendim të gjykatës, është një proces i gjatë. Dhe çka do thotë që kjo mungesë e gjatë, Erion Veliajt në jetën elektorale, në terrenin elektoral, sigurisht që e zhbon atë si figurë. Ti je për këtë që Rama do shpall zgjedhje të pjesshme në Tiranë. Unë them që po, do të shpallë zgjedhje të pjesshme, besoj se fundi shtatorit mund të na gjejë në zgjedhje të pjesshme vendore. Sepse tashmë, edhe nëse do duam të zhvillojmë edhe afatet kushtetuese dhe afatet zgjedhore është e pamundur që t'i përmbushim, sepse edhe ato kanë kohën e tyre, jo më vonë se 30, jo më larg se 45 ditë. Dhe me këtë, zoti Veliaj, ti po thuaj që mbyll karrierën? Por mua e ka mbyllur karrierën politike. Ti po thua një lloj si Sajmir Tahiri? Po, është një lloj Sajmir Tahiri. Është një Sajmir Tahiri i dytë. Por mua e ka mbyllur karrierën politike edhe vendimet e Edi Ramës për të hequr nga lista. Nuk mund të kthehet ai edhe pse procesi është i gjatë, ai mund të marrë pafajësi, mund të ketë opsione të tjera dhe kthehet në politikë. Po pse nuk u kthye Sajmir Tahiri në politikë? Po se është një gjë. Po pse nuk është një gjë? Jemi edhe në periudhë tjetër. Fuqia politike e zotit Veliaj është shumë herë më e madhe se sa. Edhe Sajmir Tahiri ka pasur fuqi të madhe politike, ka qenë ministri i brendshëm. Po ministri i brendshëm. Sigurisht se ndoshta Sajmir Tahiri nuk e lan deri në fund të shkëlqente fuqinë e tij politike. Po 3 vjet ndajti 3 vjet ministri i brendshëm, ndërsa zoti Veliaj 3 mandate, 2 mandate gjysmë, kryetari i Bashkisë Tiranës dhe kryetari i Bashkisë Tiranës është kryeministri i dytë i Shqipërisë. 2 herë është zgjedhur kryetar bashkisë, një palë zgjedhje kanë qenë zgjedhje pa konkurrencë, kështu që. Po kjo mbas 10 vjetësh do harrohet, ishte kryetar bashkie. Patjetër. Nga kush e kishte këtë zoti Veliaj politikisht? Engeleda, kjo është pyetja që kam shumë qejf të më japësh një përgjigje siç jep Engeleda Mema. Pikpyetje e madhe. Unë kam pikpyetje e madhe nëse Erion Veliaj është tradhtuar nga të tijët, pra nga rrethi i tij i ngushtë, bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, nëse është tradhtuar nga të tijët dhe nëse këta tradhtar të tij, pra të rrethit të tij të ngushtë, kanë gjetur një, le ta them, një padron, kanë gjetur një padron më të fuqishëm se Erion Veliaj, që në këtë rast duhet të jetë kryesocialisti Edi Rama, dhe nëse kryesocialisti Edi Rama mund të jetë ndjer, nëse është ndjer, deri diku i kërcënuar nga fuqia politike, ekonomike e Erion Veliajt. Edi Rama i kam dyshime për këtë, nëse, po the. Se jo, unë e kam dëgjuar këtë që Rama ka kuptuar që Veliaj po grumbullonte shumë pushtet dhe çfarë, dhe aty rrezikoi, Rama i rrezikoi? Jo, absolutisht. Në asnjë moment nuk i rrezikoi. Ajo që është në bindje është që mbasi Rama të largohet me dëshirën e tij, aty sigurisht Veliaj kishte drejtën e Zotit që të luftonte politikisht. Po, tani këtu është lufta. Po. Kush ishte ky apo kjo konkurrent? Nuk di ta them kush ishte ky apo kjo konkurrent, sepse unë nuk jam e bindur nëse. Nuk është Zonja Balluku?
Jo, nuk e shoh. Sigurisht që ata mund të kenë rivalitet, dhe është krejt normale që Partia Socialiste të ketë rivalitet për atë që do të jetë pasardhësi i Partisë Socialiste, por nuk besoj që mund të jetë Belinda Balluku. Kam një dilemë në këtë çështjen e Erion Veliajt. A ishte ky një investim për ta çuar pas hekurave Erion Veliajt një investim i brendshëm, pra brenda kufive të Shqipërisë dhe i politikës shqiptare, apo të kemi bëjmë një investim përtej kufive të Shqipërisë? Se kuptova këtë. Pra, se përtej kufive. Përtej kufives, a kemi në lojë shërbime të caktuara të huaja, të cilat mund... Këte kam pikpyetje, e kam shumë pikpyetje këta. Këtu e di si po flesit sa gazetarë që i kam shumë për zemrën të kronikës zezë, që si pas burimeve të mija dhe thonë i gjë që zvërtetohet këta. Të se kam burim dhe nuk e mundësi ta kesh burim këtë. Kush e thot këtë gënjan, se nuk e mundësi ta kesh burim këtë. Si pas burimeve të mija dhe pasaj... Këte kam një dilem, a është një proces si pasoj vetëm e politikës së brendshme, apo është si pasoj një procesi edhe për te politikës së brendshme. Pra, pak më jashtë se politika e brendshme. Këtë kam një dilemë. Do thënë armiku i jashtëm është bashkuar me armikun e brendshëm dhe kanë goditur Erion Veliajt, thonë. Okej, ti e the shumë të thjeshtë, e bëre si shumë të thjeshtë, e thjeshtëzove shumë, por këtë e kam dilemë, por e kam ende dilemë, nuk kam asnjë prova. Nesi Angoni kush është në PS? Nuk e di kush është Nesi Angoni. As vetë Edi Rama nuk e di ndoshta kush është Nesi Angoni, sepse e kam pyetur kryeministrin, me që ai është njëri i karrierës politike se kush është Nesi Angoni, por nuk e kemi një përgjigje kush është Nesi Angoni. Nesi Angoni mund të jetë... Edi Rama nuk e gjen dot kush është Nesi Angoni. Kryeministri i Shqipërisë ka gjë shërbimet i ka në dorë. Po patjetër. Tani me të thënë ty me të dhënë urdhër ty një shef i yt, Enkeleda, ke një muaj kohë, mos hajde fare redaksi, më gjej Nesi Angoni ti do ta gjesh. Jo kryeministri i Shqipërisë, po patjetër, mos hajde në punë, një muaj, ama do ta gjesh dhe ti do ta gjesh. Jo kryeministri i Shqipërisë nuk e di se kush është Nesi Angoni. Mos bëjmë naivin tani kot. Po nuk po them se bëjmë naivin, po unë nuk e di kush është Nesi Angoni. Do të thonë nuk dua të them që ti e di Engeleta po se thua, okay, jo të kuptoj edhe unë po tisha vendin tënd. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Brenda PS-s. Mund dëgjoj. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm i PS-s. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm brenda strukturës së posaçme. Nesi Angoni mund të jetë një shërbim sekret, mund të jetë një shërbim i huaj. Nesi Angoni mund të jetë kushdo, Roland. Ne këtë nuk e dim, sepse Nesi Angoni është thjesht një emër, por pas emrit çfarë qëndron një tek individ apo qëndron më shumë se një tek individ.